Ky bashkimi Haradinajt me Duda Balen duket që nuk do të zgjasë edhe shumë. Në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti, partia Ramosh Haradinajt doli me 8 deputet. Mirëpo nga këta 8 deputet, 3 ishin pjesë e nisme socialdemokrate të Fatmir Limajt. Pasi zgjedhjet u përfunduan, edhe koalicioni përfundoi. Përderisa Limaj bashkë me 2 deputetet e tij nga nisma u larguan si pjesë e koalicionit paraqedhor, Haradinaj mbeti me 5 deputet. Nga këta 5 deputet u krijua pamundësia që ai të përmonte grup të ri parlamentar. Dhe kjo e hendekepoi deri në një mos sa që të kërkonte një deputet të ri për ta bërë pjesë të grupit parlamentar të tij. Dhe sot përfundimisht Haradinaj e gjeti deputetin e 6, e cila do t'ja krijojë grupin e ri parlamentar. Megjithatë, ky bashkim i Haradinajt me Duda Balen duket që nuk do të zgjasë edhe shumë. Mospasja e numrave të mjaftueshme nga lëvizja vetëvendosje do të bëjë që Kosova edhe një herë të drejtohet kutive të votimit. Sipas gjitha gjasave, kosovarët do të votojnë në gjysmën e dhjetorit. Ndërkaq i mbetet edhe pak ditë kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe mandatarit e tij për qeverinë e re, Glauku Njuca, që të arriti krijojë numrat në kuvend.